Bashkëpunimi i qartë mes Ministria virtuale Diella ishte e para që u bashkua kryeministrit Edi Rama në takimin e dedikuar me kabinetin qeveritar në Pogradec. Erdhi një kolege jote, më mend kush është Diella. Dhe prova e parë ju dha asaj. Mirela Kumbaro është ministrja e kujt? Mirela Kumbaro Furgji është ministre e arsimit. Çfarë opinioni ke ti për Mirela Kumbaro? Mirela Kumbaro është një kolege me përvojë të çmuar në shërbimin publik. Takimi kryeministrit Rama me ministrat nisi rreth orës 11 dhe fokusi është qasja e re që qeveria e tij do të ketë në këtë vit të dytë të mandatit të katërt në raport me shërbimet ndaj qytetarëve. Pas fjalës së kreut të qeverisë, çdo ministër kishte në dispozicion 15 minuta për objektivat, ndërsa pjesë në takim ishin edhe krerë të institucioneve në varësi të ministrive, mes të cilave edhe drejtuesja e re e turizmit, ish funksionarja e PD Jola Hysaj. Në fokus të diskutimeve veç 2 dokumenteve strategjike, Besa dhe Prania Besnike, është edhe platforma e re prezantuar nga vetë Rama vetëm një ditë më parë, gjatë takimit me drejtuesit politik e krerët e grupeve parlamentare pasqyrë Albania. Kjo platformë do të funksionojë mbi 2 mekanizma, Flamingo Albania, e frymzuar nga protestat kundër tij, që do të mbledhë ankesat e qytetarëve, ndërsa Radar do të shërbejë për të gjurmuar në kohë reale rrugët e zgjidhjes së ankesës. Platforma synon që brenda 2 javësh të zgjidhë problematikat e qytetarëve në kohë rekord, duke bërë një komunikim më të mirë mes qeverisjes qendrore, ministrive, me bashkitë dhe drejtoritë e përgjithshme. Jashtë vilës qeveritare, kreu i qeverisë, njëjtë si një ditë më parë, u pret nga një qytetar që thotë se ka udhëtuar nga Greqia për ta takuar. Unë kam marrë nga Greqia. Po pse? Erdha të takoj kryeministrin e Shqipërisë. Edi Rama. Për çfarë? T'jap ato falënderimet e mia që kam si refugjat. Pas takimit të Pogradecit që përmbyll zyrtarisht pushimet e socialistëve, Rama pritet të mbledhë edhe asamblen kombëtare, ku pikpyetja më e madhe është nëse do të njoftojë apo jo ndryshime në qeveri.